tash du me zbulu që nga regjia, ma kanë mundësu kolegë tuaj atje, i kam përcjell edhe ju thosha, kur ata fascinoheshin me intonimet e doktorave, me dëgjoni doktorët, mjekësia, barëm të na. Edhe kur kam studion, edhe këto gjenerata të reja, se po thuj se të gjithë janë Ja, u dhe një kompliment të. Jo, dhe janë gjenerata e re, dhe absolutisht prej mjekësisë kanë buru gjërat më të bukura për këtë vend. Besoni, mbaheshin orë letrare, gjithmonë dominonin nga mjekësia dhe në fakultet mjekësisë. Bëheshin koncerte, në kohën time, doktor Ali Sokoli që e kemi pas themelu, i ka pas ka 3.000 shikus. Tash sa muzikonin profesionalisht, po tregon edhe një diçka, që mjekësia jonë dhe shëndetësia jonë krejt flenë në një shtrat, ne përdorim substrat, në një substrat krejt kulturor, krejt të dijes, krejt shkencës. Faleminderit shumë. Që jeni të tillë që bëni kështu, në? Faleminderit. Sikur ma përmbosh një mu një pjesë, që më ka meta, se se ka shkoj. Nuk e ke ushtru asnjëherë profesionin e doktorit? Ja 2 muaj krejt. Ka një kështu që vish Mihrina? Doktore Mihrit ke qenë, sigurt. Po me të ndorë. Zemrën e ke menagju mirë. Dhe gëzuar viti ri, gjithë mirat e botës qofshin me juve, me familje tuaja, me ne, për ju, për ne, për të gjithë. Për të gjithë. Kjo është ma e mira, faleminderit shumë. Unë e vlerësoj shumë pranin tonë dhe këtu në mesën e, po e thom, ish kolegëve tuaj, doktor, sidomos këta që po të bojnë konkurencë në ardhë, me gjithë se kënë të mirë. Pisha thamu tut ka pak. Jo, unë sfrigohem prej këtyne, gjithmonë kam shpresë të këta. Janë të gjithë që sigurisht ja vlonë i porosi, ose i thrasin, i albon, ose... Kur shkojnë që këu këndë në herë, se është dashuria ime e parë, të nej ata qili pupat, një 2-3 ditë më mojnë kështu, si më kujtohet edhe. Kështu që urime gëzuar. Faleminderit shumë, unë pa tjetër që nuk mëj me të shuti prej studios pa knu diçka për neve, se unë për veti me gjithse po mbjem me konën shumë e re e ti jo, po unë ju më rrit me kongë të tua. Kjo s'ken është da kompliment. Po unë me të vërtet ju më rrit me kongë tua, të mi rrit se ketë këngëtarve gjeneratës tuj. Fatkeqësisht s'kom pas mundësin me provu që është me kona i një doktore dhe s'di sa kësha mujt me të marrë seriozisht në qatë pjesë, se si o mësu me të pojnë qatë rallë. Prapë se prapë, sa herë me doktora, jemi taku shpesh në për kongrese ndryshme, ka respekt të madh prej kolegëve të mjek dhe cilët e kujtojnë me nostalgji atë kohë, pavarësisht që fati ka deshë ti ma shumë me ngajt mas muzike se sot shëndetësisë, po prapë se prapë jeni pacient të edukun, besoj. Absolutisht. Se e din sa të vështire kanë këta punën. E ke pa, edhe në punën e vështirë, po sa shumë shkencë bëjnë. Po. Sa shumë dituri, gjërat, sepse pacienti ynë, peqoj pacienti ynë, i mundshëm në Kosovë du ta kuptoj që na i kemi absolutisht doktorët që suksesshëm, sikur në 4 cepet e botës, nash si në Amerikë, nash si në Gjermani, e zotrojnë profesionin edhe gjithmonë krejt brenda protokolleve më të reja të, jo veç të organizatës botërore të shëndetësisë, i kapin edhe ma heret, dhe kjo është mrekullia. Kështu që sigurt ndurët e tyne. Do me thonë, a imi është pacient besnik i mjekëve kosovarë, to le ta dim të krejt. Si unë që kam krejt me lindjen a i, me gjdo operacion që kom pas, me gjdo kontrol, unë i besoj mjekëve tonë, unë kur një jetë s'ko marë shërbim as menim jashtë vendit. Edhe e tha me krenari këtë thënë. Unë kam debules për... Saranda, e bukur është që juve, je pak më rres, po të thamë Faleminderit. Juve këtë e tregoni shumë sakt edhe shumë bukur. Me shëndetësinë kosovare merreni tamam informacion i saktë bukur edhe në vend. Faleminderit. Faleminderit ty, faleminderit edhe fakultetin e mjekësisë. Po s'pom kalojnë. E lash, vish pi promovoj këta, ma mirë që aty po ri. Unë po ri që ti vazhdo me majtë edhe emisionin edhe muzikën veç shëndetësi, mos sen se tani mos të bëhesh pacientit. Me ul karrika? Jo, valla po festojmë, po knojmë se nuk ka lezet viti i ri pa e pas një kongë në i ma bazit në emision. Atër, t'ja them? T'ja themi kongët.